kemi filluar me 3 koshere, sot i disponoj 65 koshere, qelsi kryesor është natyra. Si çdo fillestar, në fillim kemi filluar me 3 koshere, dhe qëllimi ka qenë që të mirem me bletari si profesion i dytë, si hobi. Kështu që me kalimin e viteve, duke u marrë me bletari, ka filluar edhe pasioni, dashuria ndaj bletave, edhe ushtu, u rrit më tepër, e rrita numrin gradualisht. Sot i disponoj rreth 65 koshere, kështu që thjesht hobi, po pasion. Kohën e lirë kryesisht e harxoj, e shpenzoj tek parku i bletave. Gjithsej i kam 2 parqe, kjo është parku numër 2.